Se rajoni i Ukrainas Donbas, që përfshin territoret e Donetskut dhe Luhanskut, është aq i rëndësishëm për presidentin rus Vladimir Putin. Pavarësisht disa vitesh luftime brutale dhe humbjes së mira ushtarëve, Rusia nuk ka arritur ta zotrojë gjithë Donbasin, përfshir atë që njihet si zona Kala e Donetskut. Sipas Institutit për Studime të Luftës, forcat ruse aktualisht nuk kanë kapacitete për të deportuar shpejt atje. Por, në rast se Rusia do ta kishte atë në dorë, atëherë kjo do t'i mundsonte Kremlinit që t'i zaptonte disa rajone me rëndësi strategjike për cilat forcat ruse kanë luftuar për më shumë se një dekadë. Më 2022, Rusia e shpalli aneksimin e Donetskut dhe të 3 rajoneve tjera ukrainase, të cilat nuk i kontrollon plotësisht. Ajo e mori këtë vendim pas luftimeve që zhvilluan në Donetsk dhe Luhansk prej vitit 2014. Në thirrjen telefonike të realizuar së voni me presidentin amerikan Donald Trump, homologu i tij rus Vladimir Putin raportohet të ketë thënë se Ukraina duhet me do e mos të braktisë gjithë rajonin e Donetskut si kusht për përfundimin e luftës. Presidenti Trump u ka përtirë Rusisë dhe Ukrainës që t'i ndalin menjëherë luftimet dhe raportohet të ketë kërkuar liderit Ukrainës Volodymyr Zelensky që të heqë dorë nga ai territor në kuadër të një marrëveshje me Rusinë. Megjithatë, presidenti amerikan e ka mohuar më pas të ketë kërkuar diçka të tillë. Presidenti Zelensky ka thënë se është i gatshëm të takohet me presidentin rus dhe atë amerikan në një samit në Budapest. Megjithatë, Kievi ka thënë se nuk do t'i dorëzojë tokë Rusisë dhe ka shprehur dyshime rreth gatishmërisë së Putinit për të negociuar.